Vetëm 3 gjethe rozmarine I japin lam të mirë çdo problemi, ja si ta përdorni. Rozmarina ka gjetur aplikime të gjëra në mjekësinë tradicionale, është e përdorur në trajtimin e çrregullimeve gastrointestinale dhe neurologjike, si dhe në forcimin e sistemit imunitar dhe lehtësimin e problemeve të stresit. I siguron trupit një sër lëndësh ushqyese, duke përfshirë fitokimikate që kontribojnë në shëndetin e mirë të syve dhe mineralet të kalciumit, hekurit, gjithashtu manganit, si dhe shumë vitamina të rëndësishme për mbrojtjen e organizmit dhe jo vetëm. Sipas Healthline në këtë video, do të rendisim përfitimet kryesore që do të marrë shëndeti juaj nga përdorimi I rozmarinës. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Rozmarina është një bimë fantastike edhe për shëndetin tuaj të trurit. Rozmarina përmirëson funksionet e trurit, si dhe kryerjen e proceseve të njohjes, kujtesës, vigjilencës dhe përqendrimit. Ulëntimet kanë treguar një përmirësim të funksioneve njohëse brenda 20 minutave pas thithjes së vajit esencial të rozmarinës. Rozmarina ka veprime të mira të cilat ndihmojnë në lehtësimin e lodhjeve nervore të sistemit kronik dhe përmirësojnë gjithashtu humorin dhe gjumin tuaj. Ndaj mund të cilësohen si një bimë mjaft fantastike për mbrojtjen e organizmit dhe lehtësimin e komplikacioneve. Rozmarina ka veti antiseptike. Ekstraktet e rozmarinës kanë veti antifungale, antivirale dhe antibakteriale, kjo për shkak të përmbajtjes së acidit karzonik dhe rozmarik. Ulëntimet e kanë lidhur atë edhe me një risk më të ulët të infeksioneve dhe forcimin e sistemit imunitar, duke e cilësuar kështu rozmarinën si një produkt fantastik në mbrojtjen e organizmit dhe jo vetëm. Rozmarina ndihmon në përmirësimin e qarkullimit të gjakut. Elementet anti-inflamatorë që forcojnë sistemin imunitar dhe stimulojnë qarkullimin e gjakut janë të pasur me rozmarinë dhe kështu do të ndikojnë pozitivisht në shëndetin tuaj duke lehtësuar komplikacionet e tyre. Rozmarina ndihmon flokun dhe lëkurën të jetë më e shëndetshme dhe më e fuqishme. Lëndët ushqyese që përmban rozmarina mbrojnë qelizat e lëkurës dhe efektet e dritës së diellit, dhe radikalet e lira që nxisin prodhimin e kolagjenit. Vaji I rozmarinës është shumë I rëndësishëm për mbrojtjen e organizmit tuaj. Ai është I mirë për shëndetin tuaj të flokut, kundër zbokthit dhe flokut të thatë. Ndaj përdorimet e saj do të jenë fantastike në rigjenerimin e shëndetit të flokut tuaj. Rozmarina ka ndikime fantastike edhe në shëndetin e mushkërive. Mushkërit janë vazhdimisht në punë duke thithur oksigjen dhe duke nxjerrë jashtë dioksid karboni. Janë organi kryesor që çon oksigjenin në gjak dhe ndër më të rëndësishmet për mbrojtjen e organizmit dhe jo vetëm. Njerëzit përjetojnë probleme me mushkërit dhe do të thotë më pak oksigjen për trurin dhe duke shkaktuar një mori problemesh të tjera shëndetësore dhe mund të vënë në rrezik jetën tuaj. Sipas mjekëve, krahas trajtimeve të specializuara, ju mund të përdorni gjithashtu edhe stimulant për futjen e oksigjenit. Një ndër to është edhe bima e mrekullueshme e rozmarinës, e cila mund të japë rezultate fantastike për mbrojtjen e organizmit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tyre. Rozmarina është një bimë fantastike edhe për mbrojtjen e shëndetit të syve. Për personat që përjetojnë humbje të shikimit ose ato që shpesh quhet edhe degenerimi makular I syrit, rozmarina mund të jetë një ndihmë shumë e mirë për shëndetin tuaj, duke mbajtur larg komplikacionet e shikimit dhe duke dhënë kështu rezultate fantastike në përmirësimin e shëndetit të syve. Rozmarina është një bimë shumë e mirë për sistemin tuaj tretës. Duke qenë se është e pasur me vitamina dhe antioksidant, kjo bimë do të ndikojë edhe në tretjen e mirë të ushqimeve. Kujdesuni të shtoni disa fije rozmarinës secilën nga ushqimet tuaja për të përfituar në maksimum nga shija e saj dhe njëkohësisht edhe nga vlera shëndetësore.
Rozmarina ka efekte fantastike edhe në shëndetin e kujtesës. Ndihma që kjo bime jep për memorien dhe për qëndrimin e trurit është e paçmueshme. Janë përdorur që në lashtësi si kura natyrale për shëndetin e mirë të mendjes dhe sot shumë studime efektive vërtetojnë atë, duke cilësuar kështu rozmarinën si një zgjidhje fantastike për shëndetin tuaj të trurit, citon Healthline. Ekspertët thonë se rozmarina mund të përmirësojë memorien deri në 30% nëse konsumohet rregullisht. Rozmarina është një bimë fantastike edhe kundër problemeve të depresionit. Rozmarina ndihmon edhe kundër sëmundjeve neurologjike siç janë depresioni, ankthi ose edhe skleroza e shumëfisht. Mjafton të konsumoni rregullisht rozmarinën dhe ta përdorni në formën e çajrave ose të bëni masazh rreth kokës me këtë vaj esencial. Kjo do të jetë një lehtësuese shumë e mirë e shëndetit tuaj dhe do të mbajë organizmin tuaj më të fuqishëm. Rozmarina është një bimë fantastike që mund të ndihmojë organizmin tuaj edhe në largimin e ujërave të tepërta nga trupi. Kjo bimë mund të jetë shpëtimi për persona të cilët kanë tendencën të mbledhin ujin e tepërt në trupin e tyre. Ndjesia e fryrjes dhe e rëndesës largohen lehtësisht me përdorimin e rozmarinës, pasi që do të nxjerrë të gjitha toksinat nga trupi juaj. Sigurohuni ta konsumoni atë vazhdimisht në dietën tuaj, dhe përfitimet që rozmarina do të sjellë do të jenë të larmishme në lehtësimin e këtyre komplikacioneve dhe rritjen e efekteve pozitive në mbrojtjen e shëndetit. Emri i rozmarinës vjen nga latinishtja që përkthehet vesa e detit. Ajo është një nga erëzat më të preferuara të anvisave shqiptare. Rozmarina ka vlera të larta shëndetësore. Ajo përdoret për të përmirësuar kujtesën, është e pasur me ushqyes të dobishëm dhe gjithashtu mban larg komplikacionet e tij. Konsumi i rozmarinës do të përmirësojë qarkullimin tuaj të gjakut dhe ndihmon edhe në rritjen e përqendrimit. Vetëm një vit më parë, shitjet e vajit të rozmarinës patën një rikthim triumfues edhe për shkak të përmirësimit të kapacitetit të kujtesës dhe mbajtje larg të komplikacioneve të cilat nxisin edhe harresën. Rozmarina është një bimë fantastike ushqyese që mund të shtohet pa frikë në dietën tuaj. Kështu, vlerat e tyre në organizëm do të jenë vërtet të larmishme dhe do të lehtësojnë komplikacionet. Vaji esencial i rozmarinës është përdorur ndër shekuj për të larguar dhimbjet e kokës, dhimbjet muskulare, reumatizmën, gjithashtu edhe komplikacionet e artritit. Rozmarina ka efekte lehtësuese për rënien e flokut dhe kundër thinjave, dhe vlerat ushqyese të saj do të japin rezultate fantastike në mbrojtjen e organizmit, gjithashtu edhe kundër komplikacioneve të tyre. Përgatitja e çajit të rozmarinës në kushte shtëpie do të jetë alternativa juaj më e çmuar në luftën kundër këtyre komplikacioneve. Ndaj mund ta përdorni atë në dobi të shëndetit, të lehtësoni komplikacionet dhe gjithashtu të rrisni vlerat në organizmin tuaj. Rozmarina mund të përdoret në forma të ndryshme. Ajo mund të relaksojë gjithashtu shëndetin e mendjes suaj. Rozmarina mund të përmirësojë mendjen e shqetësuar, si dhe të garantojë gjithashtu një gjallëri më të mirë, duke mbajtur larg edhe problemet të cilat shkaktojnë edhe humbje të vetdijes. Ju vetëm duhet të fërkoni bimën e rozmarinës midis gishtave tuaja dhe të thithni aromën e saj. Rozmarina përmban antioksidantë të shëndetshëm, të cilët mund të japin rezultate fantastike në mbrojtjen e shëndetit tuaj. Rozmarina përmban antioksidantë të fuqishëm që mbrojnë trupin nga radikalet e lira. Për ata që nuk e dinë, kjo barishte ka acid rozmarik, acid karzolik dhe acid ursolik, të cilët përmbajnë antioksidantë të njohur me veti të mira antiinflamatore, të cilat do të japin rezultate fantastike në mbrojtjen e shëndetit tuaj edhe në lehtësimin e komplikacioneve të tyre. Ndaj e përdorni atë në dobi të shëndetit tuaj dhe vlerat që do të merrni prej saj do të japin ndikime pozitive në mbrojtjen e shëndetit. Vëmendje. Ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë,
të mos zhvendësoj në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë tu.